Migrimi i popullatës në numër të konsiderueshëm lehtësisht është i hetueshëm kudo, e sidomos në përshkolla, ku numri i nxënësve të mbetur është minimal. E ndryshe nga institucionet arsimore, një realitet krejtësisht tjetër paraqitet në çerdhet e qytetit, tek të cilat numri i fëmijëve jo vetëm që nuk reduktohet ndër vite, por ai rritet në mënyrë permanente. Nëse pyet të punësuarat në përkopshte, ato thonë se para ca vitesh nënat që nuk ishin të punësuara nuk i sjellnin fëmijët në çerdhe, ndërsa sot i sjellin të gjitha pa përjashtim. Kjo sidomos me qëllim të socializimit të tyre. E ky fakt ka shkaktuar mbi ngarkesë të paraleleve në përçerdhe, në mënyrë të veçantë atyre me fëmijë të moshave të vogla, ndërsa lista e pritjes për momentin numëron 250 fëmijë. Kështu njofton drejtoresha e çerdheve të qytetit në Gostivar, Daniela Bushkovska, e cila thekson se kjo listë në shtator do të bëhet akoma më e gjatë, andaj dhe zgjerimi i kapaciteteve mbetet prioritet. Тука моментално се запишани на чекање 270 деца. Но Momentalisht në listën e pritjes janë 250 fëmijë, por kjo listë është shumë më e gjatë në shtator kur kërkohet akomodimi këtyre fëmijëve. Ne në kontinuitet regjistrojmë megjithatë situata numerike e grupeve është alarmante, sidomos në paralelet me fëmijë më të vegjël. Projekti është në procedurë që të zgjerohemi në objektin e çerdhes Dielli. Shpresoj që projekti të jetë në procedurë që të zgjerohemi në objektin e çerdhes Dielli. Të njoftuar janë edhe përfaqësuesit e komunës që t'i zgjerojmë kapacitetet në këtë objekt dhe besoj se kjo do t'jetë një zgjidhje vogël për paralelet që janë në numër shumë të madh, shprehet Boshkovska. Në shtator rreth 1000 fëmijë regjistrohen në përçerdhet e qytetit për të shfrytzuar akomodim ditor, por drejtoresha apelon që prindërit të shkojnë të regjistrojnë fëmijët me kohë me qëllim që të dihet numri i saktë i tyre dhe projektimi i formimit të grupeve. бидејќи кај нас таков е менталитетот, луѓето се запишуваат пред да почнат. Numri i fëmijëve që e vizitojnë çerdhen arrin në 970 fëmijë në shtator. Mendoj se ky është rezultati më i mirë për të gjithë ne. Kushtet janë në plan të parë. Pra, jemi çerdhe multietnike, ku kujdesemi për fëmijë të nacionalitetit shqiptar, maqedonas, turq, rom. Ajo që dua të theksoj është se tek ne mentaliteti është i tillë që fëmijët i regjistrojnë para se të fillojnë. Mirë është që lista e pritjes të plotësohet në kontinuitet, kështu që të gjithë ata që planifikojnë të regjistrohen, të vinë dhe t'i regjistrojnë fëmijët me kohë. Ky do të kishte qenë edhe apeli im sot, me qëllim që ta dimë me kohë numrin e saktë të tyre, grupe që do duhet t'i formojmë si dhe a do t'jeti nevojshëm zgjerimi i kapaciteteve, deklaron Boshkovska. Gjatë periudhës verore, ajo njofton se do të punohet në rregullimin e oboreve të çerdheve, ndërsa krahas zgjerimit të kapaciteteve në çerdhen Dielli, planifikojnë edhe rregullim të tualeteve të vjetruara si dhe kuzhinave të çerdheve, aty ku ka nevojë.